Tashi, Plutoni do t'ju detyrojë të ndryshoni disa zakone gjatë kësaj dite në pothuajse të gjitha fushat. Do bëheni edhe më ambicioz nga sa keni qenë më parë. Nëse jeni në një lidhje, duhet sa më parë të hiqni dorë nga kokëforcia, sepse përndryshe keni për të pasur probleme serioze. Vetëm kështu mund të kaloni një mbrëmje të këndshme. Ju beqarët do joshni edhe pa dashur vetë, por nuk do të jeni gati të filloni një marrëdhënie. Në punë, personaliteti i fortë do t'ju ndihmojë të zgjidhni disa probleme të hershme. Me më shumë reflektim dhe reagim të kujdesshëm keni për të arritur majat. Edhe financat do të jenë të mira. Demi, sot do të keni më shumë shpresa për të ardhmen dhe do shihni gjithçka me optimizëm. Nga ana tjetër do jeni mjaft të ndjeshëm dhe të dashur. Nëse keni një lidhje, mundohuni të ruani një farë privatësie sepse do ndiheni edhe më mirë. Debatet shmangeni sa më shumë që të mundeni, por nga ana tjetër nëse fillojnë, mundohuni t'i zgjidhni me qetësi dhe jo me nxitim. Nëse jeni beqar, ka mundësi që të vendosni të qëndroni të tillë edhe sot. Në punë, vetëm duke ndjekur strategji strikte dhe duke bërë kujdes mund të arrini ta mbani situatën nën kontroll. Edhe financat do kërkojnë maturi, pavarësisht se situata do të jetë më e konsoliduar. Binjakët, Mërkuri do ju bëjë të mos reflektoni gjatë kësaj dite dhe nuk do arrini të kuptoni gabimet që do bëni. Kokëforcia shpesh ju ka çuar në rrugë të gabuar. Ju të dashuruarit do kërkoni ta kontrolloni atë që keni në krah dhe nuk do arrini dot të keni një marrëdhënie të qetë. Gabimet do jenë të vazhdueshme. Ju beqarët nga ana tjetër do keni disa komplekse që do t'ju pengojnë të afroheni me ata që ju pëlqejnë. Në punë gjërat nuk do t'ju ecin sipas planeve. As me kolegët nuk do arrini dot të merreni vesh dhe të gjithë do t'ju braktisin. Shpenzimet do i kryeni pa menduar as pak, kështu që ato do të dobësohen. Nga forja, sot do t'i kushtoni rëndësi të madhe jetës tuaj sociale dhe as pak profesionale. Nëse keni një lidhje, ne parashikojmë një ditë të këndshme, por pa ndonjë pasion të jashtëzakonshëm. Të paktën nuk do të keni debate dhe probleme serioze. Ju beqarët duhet të merrni kurajën dhe t'i shprehni ndjenjat para se dikush tjetër t'ju akalojë. Mos e lini t'ju ikë nga duart personit që pëlqeni. Në punë do keni zhvillime shumë të rëndësishme dhe kjo do të jetë një arsye për të pranuar edhe një propozim që ju është bërë më parë. Në planin profesional duhet të mundoheni thjesht të mbani ekuilibrin, jo të keni përmirësime. Luani, rigoroziteti, përgjegjësia dhe përqendrimi do të jenë fjalët kyçe të kësaj dite. Nëse jeni në një lidhje, nuk do të mungojnë për asnjë moment çastet e lumtura, e madje edhe surprizat. Në jetën intime do privilegjoheni më shumë qetësinë se sa intensitetin fizik. Ju beqarëve do t'ju duhet pak shtys nga të tjerët për të guxuar e për të shprehur ndjenjat. Në punë do jeni shumë të përgjegjshëm e të guximshëm, kështu që do arrini çdo objektiv që do t'i vini vetes. Buxheti me shumë gjas do të përmirësohet jashtëzakonisht pas përfitimit të një trashëgimie. Virgjëresha, ideja për të ndryshuar drejtim sot do bëhet edhe më e fortë. Marsi do t'ju bëjë të reflektoni më gjatë para se të hidhni hapa. Nëse jeni në një lidhje, mbyllja në vetvete për disa momente për të reflektuar për hapat që do hidhni do t'ju bëjë shumë mirë. Në fund të ditës priten surprizat më të mëdha. Por ju beqarët, dita nuk ka për të qenë eksaktësisht si e keni dëshiruar, por gjithsesi nuk do të jetë as pak e keqe. Nëse jeni në kërkim të një pune prej kohësh, sot më në fund do arrini ta gjeni atë. Nëse e keni një të tillë, zhvillimet kanë për të qenë pozitive. Shpenzime mund të kryeni, por vetëm me llogari. Peshorja, sot do jeni shumë romantik, joshës dhe do bëni të pamundurën që çdo çast të jetë sa më i veçantë. Nëse keni tashmë një lidhje, do bëni gjithçka që të mos e ndërlikoni jetën, por ta bëni atë edhe më të bukur. Pasdita dhe mbrëmja do të jenë shumë të këndshme. Ju beqarët do jeni paksa ëndrrimtar dhe të paqëndrueshëm në mendime, por për fatin e mirë, yjet do t'i keni në krah. Në punë keni për të qenë kreativ dhe shumë të vendosur për të arritur atë që doni. Askush nuk do t'ju pengojë dot vrullin. Në planin financiar, vështirë ta kaloni ditën pa probleme, sepse nuk do e përmbani dot veten për të shpenzuar. Akrepi, sot nuk duhet t'ja lini gjërat momentit, por duhet të organizoheni dhe të bëni çdo gjë me plan.
Nëse jeni në një lidhje do vi qetësia pas një periudhe stuhie. Në disa momente do t'ju duket vërtet sikur keni rilindur. Dashurinë njëri tjetrit do t'ja shprehni pa dorashka. Nëse jeni beqar, duhet të mendoni se çfarë doni me të vërtetë të bëni e më pas të veproni. Saturni dhe Hëna do të bëhen bashkë për të ndihmuar në planin financiar dhe do t'i kaloni të gjitha vështirësitë. Në planin financiar do keni përmirësime të papritura dhe të pamenduara ndonjëherë më parë. Shigjetari. Sot do i shprehni akoma më shumë ndjenja dhe do mundoheni t'i bëni ata që keni pranë të ndihen më mirë. Ju të dashuruarit nuk do ndaleni se bëri surpriza për partnerin dhe ai do t'ju dashurojë me më shumë pasion. Çdo çast pranë tij do të jetë si një ëndër e bukur. Në mbrëmje mund t'ju ndodhë edhe diçka që as që e kishit imagjinuar të ndodhte kaq shpejt. Zemra do rrasi asnjëherë më parë. Ju beqarët nuk do e keni prioritet ndryshimin e statusit, por çdo gjë që do t'ju ndodhë si me magji. Në punë ndryshime do të ketë, por të gjitha do të jenë në favorin tuaj. Financat do kalojnë një periudhë goxha të vështirë. Briciapi. Sot do jeni shumë praktik dhe do e kaloni me lehtësi çdo lloj problemi që mund t'ju dalë përpara. Nëse jeni në një lidhje, çdo situatë do shkojë në favorin tuaj dhe do merrni atë që dëshironi. Do kaloni edhe më shumë momente intime së bashku me partnerin. Nëse jeni ende beqar, do keni frikë të hidhni hapa sepse do t'ju duket sikur dashuria është një thik me dy presa. Në punë do keni ide shumë të mira dhe pa u lodhur shumë do arrini atje ku keni dëshiruar. Do ta kaloni me sukses edhe një sfidë në kompani. Financat rrezikohen goxha nga shpenzimet e pamenduara. Ujori. Hëna do jetë në të njëjtën linjë me Saturnin sot e do t'ju bëjë edhe më të mençur e më të matur. Nëse jeni në një lidhje, gjërat do fillojnë të bëhen edhe më serioze, do filloni të mendoni për fejesa, martesa, bashkëtesa ose fëmijë. Çdo moment do të jetë i bukur. Ju beqarët do largoheni nga disa persona që keni pëlqyer dikur dhe do filloni të kërkoni një njerëz me vlera dhe të sinqertë. Po bëhet shumë përpjekje, mundet edhe të keni rezultatet e para. Në punë do keni zgjedhje për të gjitha problemet dhe do ndjeni edhe më krenar për veten. Shpenzimet do i kryeni me më shumë vrull dhe kjo do t'ju rrezikojë. Peshqit. Venusi do t'ju ndihmojë ta shikoni jetën me më shumë optimizëm sot. Do jeni në humor dhe do e keni më të lehtë komunikimin me të tjerët. Nëse jeni në një lidhje, do t'regoheni shumë të vëmendshëm dhe të përkujdesur me partnerin. Marrëdhënia juaj do jetë e shkëlqyer dhe do ju mbush me optimizëm. Ju beqarët do adhuroni lirinë dhe pavarësinë që keni, prandaj nuk të bëni asnjë hap për ta ndryshuar këtë. Në punë, sjellja e disa bashkëpunëtorëve do t'ju acarojë, por duhet të duroni. Vetëm ashtu keni për të arritur atë që doni. Financat do jenë shumë më të mira se më parë.